Zbuloni ushqimin sekret që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Fjalë të shumta thuhen rreth ushqimeve dhe suplementeve që mund të bëjnë gjithçka për shëndetin, që nga rritja e fokusit deri te përmirësimi i kujtesës, vëmendjes dhe funksioneve të mira të trurit. Nuk mund të themi se ushqimi është zgjidhja e çdo problemi, por është një përmirësim i dukshëm i cili mund të ndihmojë të keni një kujtesë të fortë dhe të shëndetshme edhe me kalimin e viteve. Lajmi i mirë është se përmes një diete të rregullt ushqyese, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni aftësinë e të nxënit dhe gjithashtu të keni një kujtesë më të fortë dhe më të shëndetshme. Ekspertët tregojnë se një regjim i dur ushqimor i kombinuar gjithashtu edhe me fruta dhe perime dhe aktivitet të mirë të vënies së trurit në punë mund të japë rezultate fantastike në fuqinë e tij dhe të përmirësojë aftësinë e të menduarit. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim ushqimet më të mira për një mendje më të shëndetshme. Pirja e kafeinës mund t'ju bëjë më vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të rrisë inteligjencën e një njeriu, por janë disa substanca si kafeina që mund të rrisin energjinë dhe t'ju bëjnë të përqendroheni më shumë. E gjetur kryesisht te kafeja, çokolata dhe pijet e tjera energjike, edhe te disa ilaçe, kafeina mund t'japë ndjesinë e zgjimit, megjithatë efektet janë afatshkurtra. Në këto raste, është e rëndësishme që të pini atë brenda sasive të rekomanduara dhe asnjëherë me tepritje, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Sheqeri mund të rrisë përqendrimin. Sheqeri është një nga burimet më të preferuara të ushqimeve për trurin tuaj, por nuk bëhet fjala për sheqerin e tyre me glukozë, por atë që prodhohet nga frutat e freskëta, të cilat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Kështu, sheqeri i frutave të freskëta do të jetë një nga alternativat më të mira për ju. Hani mëngjes për të ushqyer trurin tuaj më mirë. Studime të shumta kanë zbuluar se ngrënia e mëngjeseve të shëndetshme mund të përmirësojë në kujtesën edhe vëmendjen tuaj afatshkurtër. Sipas tyre u vure se personat që hanin mëngjes priret të performojnë më mirë se ata që nuk konsumojnë në mëngjes. Ushqimet më të mira përfshijnë drithrat me fibra të larta, bulmetin, gjithashtu dhe frutat, vetëm mos e teproni me sasinë. Ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj janë edhe ato më të freskëta, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të rrisni performancën e trurit dhe të mbani larg gjithashtu edhe problemet që ju kanosen nga komplikacionet e mundshme. Peshku është elementi më i mirë shëndetësor për trurin. Kjo sepse peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Këto yndyrna të shëndetshme kanë fuqi të mahnisin edhe uljen e riskut të demencës dhe goditjeve në tru. Plus, ato mund të luajnë një rol jetik në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur plakeni. Për shëndetin e trurit dhe të zemrës rekomandohen të paktën 2 racione peshk yndyror në javë. Konsumoni në doza ditore arrat dhe çokollatat me përmbajtje të mirë të kakaos. Arrat dhe farat janë burimet më të mira të vitaminës E, të cilat janë të lidhura në disa studime me frenimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Çokolata e zezë gjithashtu ka fuqi të tjera antioksiduese dhe përmban stimulues natyral si kafeina, të cilat mund të rrisin fokusin. Shijoni deri në një grusht me çokolata ose arra çdo ditë. Kështu ato do të bëjnë një stimul antioksidues që mund të rrisin procesin e kujtesës. Ekspertët tregojnë se arrat dhe frutat natyrale të stinës, siç janë frutat e thata, janë një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë elementët ushqyes për trurin tuaj, por në kombinim me çokoladën me përmbajtje 60 deri në 80% kakao, mund të bëhet një zgjedhje e dyfisht. Shtoni avokadot dhe drithrat e plota në menun tuaj ushqyese. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht zemra, gjithashtu edhe truri juaj. Një regjim i pasur me drithra dhe fruta si avokado mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve në zemër dhe kolesterolit të keq.
Kjo zvogëlon riskun e krijimit të pllakave që rrisin rrjedhjen e gjakut, ose ofrojnë një mënyrë të thjeshtë për të shijuar dhe për të ndezur qelizat e trurit. Drithrat integrale si kokoshkat, gruri i plot kontribuojnë gjithashtu në fibra dietike dhe në vitaminën E. Boronicat janë një super ushqim i shëndetit të trurit. Ullumtimet tregojnë se boronicat ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira dhe mund të zvogëlojnë efektet e padëshiruara të lidhura me moshën, si sëmundja e Alzheimerit ose demenca. Studimet tregojnë gjithashtu se regjimi ushqimor i pasur me boronica do të përmirësojë funksione të ndryshme të trurit. Përfitimet e një truri të shëndetshëm është edhe regjimi i shëndetshëm. Mund të duket e rëndomt, por është e vërtet. Nëse regjimi juaj ushqimor i mungojnë lëndët ushqyese thelbësore, kjo mund të dëmtojë aftësinë tuaj për të përqendruar. Të ngrënit shumë ose shumë pak gjithashtu mund të dëmtojë fokusin tuaj. Një vakt i rëndë mund t'ju bëjë të ndjeni të lodhur, ndërkohë që shumë pak kalori mund të rezultojnë në uri të shtuar. Përpiquni të ndiqni një regjim të ekuilibruar plot me shumëllojshmëri të gjerë të ushqyesve të shëndetshëm. Kështu do ta keni më të lehtë të rrisni aftësinë e trurit tuaj dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sa më të pasur ta keni dietën, aq më shumë përfitime do të keni për shëndetin e trurit. Konsumoni çokoladë. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës është ajo që jep efektet më të mëdha antioksiduese, të cilat i detyrohen më së shumti elementit flavonol, që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element mund t'i gjejmë te çokolada e zezë, të cilat janë shumë të vlefshëm për shëndetin e trurit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtoni në dietën tuaj gjithashtu edhe peshkun, një element shumë i rëndësishëm ushqyes që mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e kujtesës. Peshku është një ushqim i bekuar, i cili i jep organizmit, por në veçanti edhe trurit, shumë përfitime të rëndësishme, të cilat mund t'i japin një mbrojtje më të mirë të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese edhe për të mbajtur larg komplikacionet që ju kanosen. Zarzavatet janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj, ndaj ato mund të jenë edhe një mbrojtje e aftësive tuaja të kujtesës. Ekspertët tregojnë se shtimi i këtyre produkteve natyrale në dietën tuaj do të pasurojë dietën tuaj me vitaminën B6, vitaminën B12, gjithashtu janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Ekspertët tregojnë se ato mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit të trurit. Arrorët, si arrat, gështenjtë dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farrave mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të trurit. Ekspertët thonë se ato janë një përzgjedhje fantastike edhe për mbrojtjen e aftësive të kujtesës. Përpiquni të shtoni sa më shumë yndyrna omega-3 dhe antioksidant nga arrorët në dietën tuaj për të patur një performancë më të mirë të trurit. Vezët. Sa më shumë të avancojë mosha, aq më shumë truri, sikurse i gjithë trupi, fillon që të ketë një vaj atrofizim senil, por nëse merret me kujdes që në vegjëli ushqyeria e duhur, atëherë edhe kujdesi për kujtesën tuaj do të jetë më i mirë dhe gjithashtu më i shëndetshëm. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni hapat e duhur për shëndetin e trurit. Bëhet fjala që të bëni gjithashtu edhe përzgjedhjen e duhur të vlerave të tyre për të mbajtur një trut të shëndetshëm dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët thonë se sa më të mirë ta keni dietën tuaj, duke përfshirë edhe vezët, aq më shumë përfitime do të keni. Vezët preferohet që të jenë ato të ziera në mënyrë që të mos shkene edhe yndyrna të shtuara. Ekspertët thonë se përdorimi i vezëve natyrale në dietat tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje fantastike. Edhe vaji i ullirit është një element bazë i një ushqyerie të shëndetshme. Konsumi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit të trurit dhe më pak komplikacione të tij. Sigurohuni të konsultoheni me një ekspert për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese, për të menaxhuar aftësinë e trurit dhe për të evituar komplikacionet. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.